Të gjitha zonat që do të përcaktohen si plazhe publike këtë sezon veror pritet të menaxhohen përmes një rregulloreje të re që Këshilli i Ministrave ka përgatitur. Sipas propozimit, plazhet publike do të mund të zihen me shezllone vetëm në masën 80% të tyre nga privatët, ndërsa 20% e hapësirës në çdo plazh duhet të jetë tërësisht e lirë për publikun, pa pengesë dhe pa asnjë pagesë nga sektori privat. Gjithashtu, sipas propozimeve të reja në plazhe mund të ofrohen shërbime të gastronomisë dhe pijeve freskuese, por pa ndërhyrë në rër dhe strukturat nuk mund të jenë prej betoni, por të çmontueshme. Rregulloria përcakton në mënyrë të qartë se kushdo që do të ndërtojë në plazhe struktura të përhershme betoni, do të duhet të marrë leje jo në bashki, por një leje të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit. Edhe muzika nëpër lokale do të jetë e kufizuar. Përdorimi i pajisjeve fonike, muzikore ose të tjera që gjenerojnë zhurmë nuk mundet që në asnjë rast të shqetësojnë pushuesit, banorët përreth apo të cënojnë qëtësinë publike. Kufit e lejuar nuk mund të tejkalojnë nivelet e përcaktuara me aktet në ligjore përkatëse, për shembull 55 decibel ditën dhe 45 decibel natën. Rregulloria e Këshillit të Ministrave që pritet të miratohet thotë se orari i përdorimit të muzikës dhe pajisjeve fonike në plazh përcaktohen me leje të veçantë dhe në mungesë të një përcaktimi të qartë, ndalohet përdorimi i tyre pas orës 23 dhe gjatë orëve të pushimit mes orëve 14 dhe 16 të drekës, me përjashtim të aktiviteteve të miratuara paraprakisht nga autoritetet përkatëse. Në rregullore përcaktohen se të gjitha subjektet që do të marrin leje do të kenë një sër detyrimesh të rrepta, përfshirë dushet me ujë të ëmbël, pastërtinë, tualetet publike, sigurinë në plazhe dhe në rast të shkeljeve të rregullave, dënimet me gjoba nisin nga 500.000 lekë të reja.